أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar, i cili është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Dërsa përshëndetjet, selamet, salavatet qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës të vdekun dhe për ata që vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Që dy derse rend kemi fol për ajetin ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Mos na bër Zot prej atyre që ti e hidhrum me ta, e as mos na bër Zot prej të humbërve. Edhe një ders folëm kush janë këta që fituan hidhrimin e Zotit, edhe kush janë ata që humbën. Edhe se besimtari duhet as mos me anu ka ata që dinë s'punojnë, as nuk bën me anu ka ata që punojnë e s'dinë. Po duhet me vazhdu në siratal mustaqim, në rrugën e drejtë. Ndërsa ndersën e kaluam folëm tash në rrugën e drejtë, tham që s'mujna me marr komplet ato që na ka porosit Zoti, po tham duhet me ditë pak çka është ma prioritet. Edhe folëm për fikun e prioriteteve, çka me marr edhe çka me lënë. Kismet me dersën e sontit kemi me përmbyll që ta jetë pika shkurta normal, duke përmbyll me ata që tash masi jemi në rrugën e drejtë. Edhe as nuk jemi për atyre që din po s'punojnë që janë jahudit, as për atyre që punojnë e s'din që janë krishterë, edhe mase që jemi në rrugën e drejtë edhe morëm vesh çka me marrë edhe çka me lanë, është edhe një pikë shumë me rëndësi, pa të cilën besimtari nuk mundet me vazhdu gjatë rrugtimin në siratal mustaqim. Është edhe një pikë me rëndësi pa cilën besimtari nuk mundet me nejtë shumë i udhëzuar. Pa këtë pikën e sontit që kemi me folna për të, mundet me nejtë një kohë të shkurt, mundet me nejtë një javë, një muaj, një vjet. Mirë po rruga për të Zotit shumë a gjatë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, thot Allah në surën Hijr, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë e sigurta vdekja. Kështu rruga jonë është shumë a gjatë se sa periudha një vjeçare. E kjo pikë është që tash masi jemi në rrugën e drejtë, me kanë i kënaqur me këtë rrugë. Mos me ilshu syt djathtas edhe majtas. Tash masi na ka zgjedh Allah me kanë në rrugë të drejtë, mos me i shiku me ata që kanë anu djathtë edhe kanë anu në të majtë. Po me kanë i kënaqur me ata që Allahu na ka dhënë neve. Nga se ka njëherë besimtari duket që është i udhëzuar. Edhe për një me është në rrugën e drejtë, edhe për një me mundohet në ashtë dhe me boj ibadet, e din shumë mirë fikon e prioritetet. Mirë po sikur lakmon pak të tjertë. Sikur syni hala i ka mbet knena ka ana e djathtë dhe njani ka ana majtë. Sikur hala i madhron edhe mahnitet me tjerë që kanë deviju me ndonjë mirësi ose begati të tyre. E kjo është gabim, nga se ai që e bën një gjatë të tillë, i pa mundsohet qëndrimi i drejt në rrugën e drejtë. Andaj, në dersën e kaluar me thamë ajetin ku Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, dhe ne ty, o Muhammed, ti dham 7 ajete që përsëritën, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, dhe ta dham Kur'anin madhështor. Subhanallah, ajete që vjen me njëherë mas këti ajeti. Fol për temën e sotme që kemi me fol na për ta. Thot, na të kemi dhanë 7 ajete që përsëritën edhe Kur'anin madhështor. La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Mos i lësho syt prej tyre që i kemi dhanë diç prej kënaqësive të kësaj bote. Sikur po i thot subhanallah, ty atë kemi dhanë mjaftueshëm. Ta kemi dhanë Fatihan. Ta kemi dhanë 7 ajete që të përsëritën. Çka të shtyn ty më me ilshu syt ka tjertë? Ty ta kemi dhanë Kur'anin. Pse ty më me të bë fitne edhe me të tundu devijimi i tjerëve edhe kënaqësitë e tjerëve edhe dynjallaku i tjerëve? Pse ti tash mase që Allahu të dha Kur'anin, mase që Allahu të zgjedhi,
Masi që Allahu ta dha imanin, ti hala i shikon tjerët me synin e madhërimit. Andaj miniher mas ti ajete plëto, Muhammed na ti dham 7 ajetet Fatihas edhe Kuranin madhështor, la të muddenna ajnejke, mos si lëshos syt kata. Nga se njeriu e pas ka sfid, ani pse është në rrugën e drejt, mos me lëshu syt ka të devijuarit e me i shiku me synin e madhërimit ose me synin e lakmis. Nëse kjo ka qenë sfid për pejgamberin a.s. ka qenë urdhër i Zotit drejtuar pejgamberit a.s. edhe ka qenë sfid për gjeneratat e para, mendoj që për gjeneratën tonë është sfid shumë ma madhe. Nga se reklamimi i të devijuarve është me një masë jashtëzakonisht madhe, sa që njeriu pe këtij reklamimit nuk shpëton as në shtëpinë e vet, nashta as në xhami. Andaj Omeri radiallahu anhu, ai që ka ditë me mendu aq mirë sa që edhe vahji shpallja ja ka aprovu mendimin, shpesh herë, thoshte, i friksohem asaj dite kur pa besimtari është krenar me kufrin e tij, ndërsa besimtari ndihet i poshtruar me imanin e tij. Thot friksohem se mos ka ardhur ajo ditë kur një njeri që është kafir, që nuk beson, është krenar pse është i tillë. Edhe runa Zot, besimtari ndihet i poshtruar me imanin e tij. Kjo vjen vetëm si shkakur njeriu se përjeton çet kënaqësinë shpirtërore që na po thojna, për me vazhdu në këtë rrugë, duhet me ndje, duhet me shiju. Nëse nuk e shijon, zëre ki me jetë zgjatë. Andaj, këtë kënaqësi shpirtërore Allah na përmend në surën Huxhurat si shpërbilim edhe si dhunti e Allahut dhënë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah në surën Huxhurat: "Wa'lamu anna fikum rasulullah." Dhe dijeni se në mesin e juaj është pejgamberi i Zotit. Dhe dini se në mesin e juaj është Rasulullahi. Pra, ju nuk jeni sikur tjerët. Ju jeni ummet i zgjedhur. Ju e keni në mesin e juaj vullën e pejgamberëve. Wa'lamu, po ja kujton dijeni se ju në mesin tuaj e keni Rasulullahin. Nëse kjo ka vlen për sahabë, pse pejgamberi alisom ka qenë edhe me fizikun e tij, po kjo vlen edhe për neve sot, se është gjallë me sunetin e tij, është gjallë me mësimet e tij. Pra dine se në mesin e juaj është Rasulullahi. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, sikur se ai i bekum që ju binde juve edhe të shkonte sipas tekave tuaja, ju kishit më shkatëru. Walakin tashtote ima, mirë po. Walakin thot, Allahu habbaba ilaykumul iman. Allahu është ai që ja bëri për juve të dashur imanin. Allahu është ai që imanin ja ka bërë të dashur. Wa zayyanahu fi qulubikum, dhe ja ka zbukuruar në zemrat tuaja. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, dhe ja ka bërë juve të urrejtur kufrin, mosbesimin, shfrenimin edhe gjunahet. Pra, o ju njerëz, po i thot sahabë, dijeni se Allah është ai që këtë iman ja u ka zbukuruar në zemrat tuaja. Edhe është ai që ja ka bërë të dashur. Edhe në fund të ajeti tjetër thot, fadlan min Allahi wa ni'ma. Kjo është mirësi prej Allahut edhe nimet. Nimeti i Allahut është ai që Allahu ja ka zbukuruar imanin në zemrën e tij. Është shumë interesante kjo pjesa wa zayyanahu fi qulubikum. Ja u ka zbukuruar në zemrën tuaj. Imani është i zbukuruar edhe hiç pa qenë i zbukuruar në zemrat tona. Mirë po njeriu ka njëherë mundet me ju bë fitne, mundet me ju bë sprov, diçka që i zbukurohen në sytë e tij, e mundet mos me kanë ashtu hiç. Fjala zujine u përdor edhe në surën Ali Imran, po u përdor në kontekst negativ. Thot zujine lin nasi hubbu shahawati min an-nisa. Ju ka zbukuruar njerëzve epshet e kësaj bote, gratë, kuajt, solit e kësaj dynjaje. Pse kjo? Se kanë harruar Allahun. E njëjta shprehje që këtu po thot ju ka zbukuruar njerëzve, këtu po thot Allahu është ai që ja ka zbukuruar juve. Wa zayyanahu fi qulubikum. Imanin Allahu ja u bën juve të dashur. Kjo është nimet i madh i Allahut që ja ka dhënë atyre që janë në rrugë të drejtë. Andaj
nëse njeriu pra që Allahu e ka udhëzu zemrën e tij, i ka forcu këmbët e tij në sirat al-mustaqim, nuk i shikon ata që kanë deviju pe kësaj rruge, përkundrazi i konsideron ata si të mirë. Përkundrazi, ata që janë shmang pe kësaj rruge, jo që nuk i shikon me syrin e madhërimit, po edhe vije keq për ta. Nuk i shikon me atë synin që këta janë duke e shiju jetën e kësaj bote. As nuk shikon me atë synin që këta e kanë liri, ose runazet me i marrë lakmi, ose me dash diçka që ata kanë. Përkundrazi, i shikon me dhëmshuri. Andaj thot njëri prej dietarëve, thot masakin ahli dunya. Të mirë janë banorët e kësaj dynjaje që janë rob të dynjas. Masakin ahli dunya, të mirë janë. Pse? Thot kharaju minha wa ma dhaqu atyab ma fiha. Kanë dalë për kësaj dynjaje e se kanë shiju gjanë më të mirë të saj. Qysh bre që ata që vrapojnë mas kësaj bote, edhe që ata që kanë rob të dynjas. Po thot ky dietar Ibn Qayyim el-Jauzi, po thot të mirë janë se s'kan mujt me shiju gjanë më të ëmbël. Po i thot dikush për nxënësave të tij, çka është ajo? Tha ma'rifatullah. S'kan mujt me shiju njohjen e Allahut. Pra, me çfarë syni ka shiju Ibn Qayyimi ata që kanë deviju? Të mirë. Ata s'kan mujt me shijue ëmbëlsinë e kësaj dynjaje. Kështu besimtari që është në sirat al-mustaqim, kur i sheh tjerët, i sheh si të mirë, i sheh i dhimbsën, i sheh me synin e dëmshurisë, nga se e din që nuk e kanë shiju gjanë më të ëmbël këtë botë, e që është lidhja me Allahun. Andaj edhe shpërblimi pasaj i këtyre njerëzve që janë lidhur me Zotin subhanallahu, të 7 grupet që na përmenden në hijen e Arshit, që kanë me kanë ditën e Kiametit, të 7 janë të shpërblim pse janë kanë të lidhur me Allahun e jo me diçka për kësaj dynjaje. Ani pse mundësit të 7 i kanë pa të më lidhë me dynja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. 7 veta ka mështi Allahun në hijen e Arshit të tij, në atë ditë ku nuk ka hije përveç hijes së tij. Shikojmë dhe t'i përmendëm pe të parit. Thot pejgamberi alayhis salam, imamun adilun, udhëheci i drejtë. Udhëheci i drejtë, kjo udhëheci ka pas mundësi me shiju dynjan, ka pas mundësi me udhon pas epsheve të kësaj bote, po që kjo lidhja me Zotin që na po thojmë, e ka bë ato që me kanë i drejtë. Edhe ka bë ato që mos me shty tash pushtetin e tij, edhe me shiju dynjan në ato të ndaluara, po me qëndru në rrugë të drejtë. E ka bë që me kanë ditën e Kiametit në hijen e Zotit. Dytë thot pejgamberi alayhis salam, i riu që është rrit në ibadetin e Allahut. Ky i riu ka mundësi për me bë gjuna, shumë atë më se sa plaku. Andaj shkaku i lidhjes tij me Zotin, edhe që i ka dhënë përparësi Allahut përpara epsheve të tij, Allahu në ditë Kiametit të shpërblen duke vendosur në hijen e Arshit të tij. I treti thot rajulun, është ai burr, ai njeri që zemra e tij u kanë lidhur për xhamie. Me një kohë ku njerëzit zemrën e tyre lidhen për dunjallaku. Me në një kohë ku njerëzit zemrën e tyre lidhen me çka do tjetër, përveç shtëpisë së Zotit, ky ka zgjedhur që zemrën e tij me lidh për xhamie dhe për xhamate. Andaj shkaku që i ka dhënë përparësi Allahut, edhe Allahu ditën e Kiametit i jep përparësi atij. E merr edhe vendos në hijen e tij. I katërti, thot pejgamberi sa ose të katërtit, janë ata 2 veta, tahabba fillahi, ju ndasht sinqerisht për hir të Allahut. Për hir të Allahut ju taku, për hir të Allahut ju nda. Me një kohë kur njerëzit shoqërinë e tyre e formojnë mbi lloj-lloj interesi. Këta kanë zgjedhur që interesin e tyre me lidh vetëm për Allah. Shoqërinë e tyre me lidh vetëm për Allah, Allahu këta i shpërblen ditën e Kiametit. Pasti thot pejgamberi alayhis salam, është ai njeri që e ka thirr ai gru me pozit edhe ka qenë e bukur për amoralitet. E ka thirr ndërsa ky ka thonë, unë i friksohem Allahut, Zotit të botrave. Tash edhe këtë ka pat mundësi për me bë amoralitet. Ka pat mundësi për më dhënë masepshet e tij. Kush po e nal? Lidhja me Zotin, që kjo kënaqësia që ky e ka shiju duke qenë afër Zotit,
edhe këta është shpërblen Allahu ditën e Kiametit. I gjashti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që jep nga pasuria e tij, sa që jep me të djathtën e tij, ndërsa nuk e din e majta e tij. Ky ka mujt me dhon pasurinë për mi dal zani, për mi dal emri, mi u përmend emri përpara njerëzve. Ose ka mujt që pasurinë e tij me shfrytzu për haram. Mirë po e ka zgjedh me dhon me një formë, ashtë fshet, sa që nuk e din kërkush përveç shpirtit e tij. Shkaku i kësaj Allahu shpërblen ditën e Kiametit, edhe i shtati thot pejgamberi alayhis salam, ai që kur është në vetmi, dhakar Allah, e përmend Allahun, edhe i dalin 2 pika loti. Dhe i dal lot për syve të tij. Ky shkaku i kësaj lidhjes të madhe me Zotin e ka shiu në maksimum, saqë edhe kur po është vet, po çan. Ta shkaku i kësaj lidhje, Allah jep përparësi në ditën e Kiametit. Pra, që kjo është ajo që po kërkojnë anasët pej muslimanit. Me ditë vlerën e tij, me ditë vlerën që Allahu ja ka dhënë atij, me ditë vlerën e imanit, me shiju imanin që Zoti ja ka dhënë në zemrën e tij, e mos me i lakmu të tjerëve dhe atyre që janë të zhytur në mëkate. Andaj Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, thot kur më shku te Imam Maliku me mësu për herë të parë, edhe ka pa prej meje ato që i ka pëlqy. I ka pëlqy Imam Shafiu edhe zgjuarësia e tij, thot më ka thonë mas që kemi kry dersin, thot inni ara Allah qad alqa ala qalbika nur al-iman. Thot ti djalosh, po e shoh që Allahu në zemrën tënde ta paska hedh nurin e imanit. Allahu paska hedh nur, dritë në zemrën tënde. Mos e shëm me gjinohe. Mos e shëm këtë dritë që Allahu ta paska dhënë me gjinohe. A përshëni konceptin që e ka pot Imam Shafiu edhe Imam Maliku lidhur me gjinohet. Ato janë errësirë. Çfarë kënaqësi e kanë to? Dritën që Allahu ta dha, dritën e imanit, që Allahu ta paska bot kojshme në zemrën tënde, mos e shëm me gjinohe. Andaj masandej Imam Shafiu thot se Imam Shafiu ka qenë prej atyre që kanë pot hifzën shumë të fortë. Saqë me një të lexuar e ka mësu dersin. Derisa një ditë ju ka shfaq problemi se ka lexuar, nuk ka mujt me mësu, derisa shkon te Wakije, te njëri prej mësuesve të vet. Edhe ky e shkruan një vjersh. Thot: "Shakawtu ila Waki'in su'a hifdhi, fa arshadani ila tark al-ma'asi." Thot shkova ju ankova Wakiu ti thash s'po më me mojt men. E ai më tha duhet me ilan gjinohet. Wa akhbarani anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Edhe më tha se ky ilm është nuri, dritë, e nuri Allahut nuk i jepet gjunahçarit. Në sytë e dietarëve gjunahet ju kanë errësirë, devijimi u kanë errësirë që besimtari nuk ka çka lakmon ka ajo. Përkundrazi, kur besimtari është i mbështetën tek Zoti i tij, edhe është duke shiju imanin e tij, ai është në nuri dhe në dritë, saqë s'ka nevojë me i lakmu askujt për rreth tij. Elhamdulillah që lakmimi edhe me i shiku, me i lakmu fetë e tjera, kjo është ma pak e shfaqshme tek ne. Edhe pse kjo ka ndodhur në histori. E kemi të njohur ngjarjen kur Musa alayhis salam posa është largu prej detit, edhe posa është fundos faraoni, edhe duke ecë me Benu Israil, kanë kalu ka disa fise idhujtare. Edhe kanë pa disa njerëz duke adhuruar një pemë. Edhe ato hala vetë sa e kishin pa me sytë e tyre tu fundos faraoni, e kishin pa mugjize, edhe kur i dolen edhe i pan disa njerëz të adhuru pemën, çka i thanë Musës? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. A ka mundësi me na i bani që si Zoti edhe neve? Subhanallah, a ka mundësi me na i bani që si Zoti edhe neve? Pse nuk e kanë shiju imanin? Që kjo është pika e dersit. Nuk e kanë shiju besimin. Kur se shihen besimin, i merr lakmia dhe feve tjera. Duket interesant edhe pema pse adhuron. Duket interesant edhe kryqi. Duket interesant lloj besimi tjetër. Ij'al lana ilahan, na bëllë neve në që si Zoti. Çka i tha Musa alayhis salam? Ka innakum qaumun tajhalun. Ju jeni popull shumë ignorant. Ju jeni popull shumë ignorant. Këta thot janë kot s'mujnë me ju ndihmu kur gjë, edhe thot qala a ghayra Allahi abghikum ilaha. Por Zotin a jeni në mend, cillin zot tjetër përveç Allahut për lutni.
qale e gajra Allahi e bëghikum ilaha, wa hua faddalakum ala l'alamin. E Allah ju ka nderu juve mi krejt botnat. Ja u ka dhon imanin. Ta shqysh jo, me këtë nderim që Allahu po ja u bën, po i meni lakmi mushrikëve, po i meni lakmi atyne që adhurojnë pemë, po i meni lakmi atyne që kanë besimet kota, po kjo është kur njeriu nuk e shijon edhe nuk e përjeton imanin. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thënë, dha qata'al iman man radiya billahi rabba. E ka shiju ëmbëlsinë e imanit ai që është i kënaqur me Allahun për Zot. S'lip zot tjetër veç Allahut. Wa bil islami dinan, edhe është i kënaqur me islamin për fe, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, edhe është i kënaqur me Muhammedin alayhis salam për pejgamber. Një të tillë s'ka çka jetë syni anash rrugës. Ai është i kënaqur me ata që Allahu e ka zgjedhur. Mirë po, besimtarët kanë njëherë sikur nuk po them që i lakmojnë feve tjera, tash në besim, sikur kjo që e përmenëm, po i lakmojnë mëkatarëve. I lakmojnë atyne që herë kalojnë të grupi atyne që din po s'punojnë, herë kalojnë të grupi atyne që punojnë e s'din. Për shembull, e shet që besimtari lakmon atyne që bojnë mëkat, se në shikim të parë duke që janë rehat. I lakmon atyne që kanë një jetë mirë, i lakmon atyne që bojnë punë të pista. Pse ky pesë largi e shet tek tani lloj rahatie, mirë po është keq e kundërta. Kur shkon ai sahabi tek pejgamberi alayhis salam, thotë ja Rasulullah, çka është el birr, puna mirë, sevapi? Edhe çka është el ithm, gjunahu? Pejgamberi alayhis salam me dy fjalë përshkruan. Thotë el birru husnul khuluq. Shpërblem, punë mirë është morali mirë. Morali mirë, çata që ki qef tjerë me ta bë ty, çata edhe ti ja bën tjerë. Shumë e thjeshtë. Wal ithmu ma haka fi nafsik. E gjuna është ajo që të bësh, është që të zije në shpirtin tënë. Të zije në shpirtin tënë, nuk të lënë rahat për brenda, wa karihta an yatalla alayhi nas, edhe kishe me pa të qef që njerëzit mos me ditë kur. Shikoj pejgamberi sa çysh po i mëson sahabë. Mëkat, gjuna, është ajo që në momentin kur e bën, ti këtë e din që diçka nuk o puna mirë. Nga se mëkati nuk të lënë rahat për ka ana brendshme. Ani pse mundet me ta dhani përshtypje të rahatis për ka ana jashtme. Sa për njerëzve, për besimtarëve, imanin lakmi njerëzve që nashta fitojnë në këtë dynja, e kanë ngrit një standard, edhe pse din që ka fitu me dallaver. Fatkeqësisht, sa për njerëzve i nin të thonë, valla këti po jetë, a dhe ky e din që e ka me gjëra të ndaluara. Pse po i me lakmi ati vëllajem? Po është diçka që ka emrin në risk, ti u dash me kuptu me këta, mos me i marr lakmi ati që e ka përzi riskun e tij me haram. Aliu radiallahu anhu, nuk e di a kemi përmend këto derisa jo, kur e merr djalin e ri dhe ja lën devën për me rujt, edhe kur del pe xhamie e bën gati 1 dinar me ia dhon si shpërblim për punën e tij, kur del e shet që ai djalë i ri e ka zgjidh atë litarin, atë kërpeshin, edhe ka ik. Në më thonë devën është friksu me marë, se e madhë dhe s'ka po të kujlen, edhe ka marrë veç atë litarin edhe ka ecë. Atër Ali e thë shërptorit ti, mere që dinar, e thë çka bleje një litar të ri. Kur shkon e blen litarin, i vjen litari Aliut, zotërio një mallin e vetë. E thë që këj litar thët është jemi, thët mos e blejte për një djallit të ri, thët po. Aliu thët subhanallah, e ka pat risk atë dinar. Vesh nuk ka bo sabër me prit për halalit. Se kjo e ka pat risk, mirë po e ka zgjedh formën e haramit. Kështu që besimtari din risku nuk lidhet veç me zgjuarsinë e tij, nuk lidhet veç me rrethanat, mirë po lidhet me ata që është për tek kësaj e që ka emrin në risk. Andaj Ibn Taymija përmend me Majmu'ul Fatawa, thot prej asaj që kanë përmend se Allahu i ka thënë Musait alayhis salam pe lajmeve të Benu Israilve, thot ka thënë Allahu, wa in lam tarda bima qasamtuhu lak, o biri i Ademit, nëse nuk je i kënaqur me ata që ta kom caktu për ty, që kjo risku, fa wa izzati wa jalali, pasha lartësinë dhe madhërinë tëme, la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha raqd al-wuhush fi al-barriya.
thot pasha lartësinë e madhërinë teme, ku me talshu dynjan për parasyve. Ke me vrapu pasaj sikur se vrapon e gërsira pas gjahat. Me marrë ma shumë. Në fund, thumme la yakunu laka illa ma qad qasamtuhu lak. Në fund, ke me marrë posa ke pa të rrezikve. Sunë merr ma shumë. Çat sot ka shu Allahu wa kunta indi madhmuma, ndërsa të kon ke me kanë i poshtruar. Kështu që njeriu veç poshtrohet, njeriu veç koritet. Pse njeriu i merr lakmi edhe i shikon me atsynën mahnitës ata që fitojnë me hile, tu e di çka është rreziku. Andaj e përmend Ibn Qayimi, Allahu mëshiroft, e ka një libër, thot akhbarul humqa, lajmet e ahmakëve, lajmet e të marrëve. Çështë ka një libër, i kam lidhur këto lajmet edhe çana ka ardhur pe të marrëve. Thot Allahu i ka thonë Musait, o Musa, a din pse e furnizoj ahmakun? A din thot pse e furnizoj të marrin? Thot që ta di i mençuri se rreziku nuk shtohet me hile. Rreziku nuk shtohet me hile, nuk lidhet me mençuri, nuk lidhet me ato se ti i bën planet. Në rregull, kjo është me marr kader, me marr sebepet. Mirë po, rreziku është diçka që Allah ka nda qysh më herët. Andaj besimtari, kur i shikon ata tjerë, i shikon me synin e çmues, thotë ky veç u korit për pak, se çka që ka pa të rrezik. Ose kur e ul syt përpara asaj që ka haram, i ul shikimin përpara asaj që ka haram. Zakonisht tek na u kriju ajo binja që veç do të më ul shikimin që ti mos më usprovu me to. E vërtet, mirë po kur të ul shikimin përpara asaj që Allah ta ka ndaluar, do të më ndje keqardhje për ata që ti pe ul shikimin, jo për ty. Ti në ato që Allahu thot, wala taqrabu zina, dhe as mos ju afroni amoralitetit. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ajo është çështje e dytë edhe është rrugë e keqe. Mirë, po tash ti kur e ul shikimin, ti s'ki nevojë me ndjejt keqardhje për veten, përkundrazi, ti ndjen keqardhje për ato që ka detyruar ty me ul syt përpara saj. Ai që e bën një gjatë tillë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmeton Abdullah ibn Mesudi, e që hadithin e shënë Imam Ahmedi, thot pejgamberi alisam, men gadda basarahu amma harramahu Allah, ai që i ul syt për para asaj që Allah ja ka ndalue, thot a'aqaballahu fi qalbihi halawat al-iman. Në zemrën e tij Allah në vend kësaj ka me ja vendos ëmbëlsinë e imanit. Në vend kësaj, ai ka me ndjeqet ëmbëlsinë që ka me ja lehtësu me vazhdu në rrugën e drejtë. Pra, shikimi ka një lidhje drejt për drejti me zemrën. Andaj Allahu thot, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu e di edhe shikimin që shikon vjedhur azi, dhe atë se çka fshehin krahërorët. Pra shikimi ka lidhje drejt për drejti me krahërorin, ka lidhje drejt për drejti me zemrën. Andaj këshilla që Allahu ja ka dhënë pejgamberit alayhisalam është që mos e lësho syt këta. Nga se ti jemi një mirësi të madhe, që Allahu ta ka dhënë. Andaj prej duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shpesh që e ka bë, është edhe duaja Allahumma habib ilayna al-iman. O Allah, na bëj neve të dashur imanin, wa zayyinhu fi qulubina, dhe na zbukuron në zemrat tona, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, dhe bëje të urrejtur për neve kufrin dhe gjunahet dhe shfrenimin, waj'alna min ar-rashidin, dhe na bëj o Zot për të udhëzuarve. Këtë ders po e përmbyllëm me thënien e Ibn Qayimit, Allahu mëshiroft, që thot, idha staghna an-nas bin-nas, fastaghni anta billah. Thot, kur i sheh njerëzit duke u mjaftuar me njëri tjetrin, ti vllaja mjafto me Zotin. Kur i sheh njerëzit duke u mjaftuar me njëri tjetrin, ti thot mjafto me Allahun. Wa idha farahu bid-dunya, fafrah anta billah. Kur i sheh njerëzit duke u kënaqur me dynja, kënaqu ti me Allahun. Thot, wa idha ansu bi ahbabihim, faj'al ansaka billah. Kur i sheh, thot njerëzit, duke i shijuar ndjenjat e tyre me të tjerët, ti shijoje ndajën tënde me Allah. Edhe në fund, thot, edhe kur ti sheh thot të tjerët duke vrapuar pas mbretërve, edhe pas atyre që kanë pozita,
për me arrit diçka për kësaj dunjaje, ti vera pa pas Allahut. Në fund thot keni me pa cili jeni fitimtari. Në fund keni me pa cili jeni ai që ka fitu. Kështu që Allah na mundsof që në këtë rrugë me shiju imanin, me jetu me të, me ndjet atë halawat e iman, ëmbëlsinë e imanit, me jetu me iman, me vdek me iman dhe morin gjallë nën flamurin e imanit, nën flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.